Fushat elektorale e kandidatit socialist Vullnet Sinaj vijon me ritme fundalesën e radhës së pati me banorët e Xarës në Konispol, të cilët e mirëpritën me entuziazëm dhe dëgjuan prezantimin e kandidatit Sinaj. Gjatë bashkëbisedimit, kandidati ndau me ta eksperiencën, por edhe projektet që synon të realizojnë nëse i besohet mandati i tretë. Sinaj u shpreh se në politikë ka ardhur pas eksperiencës si biznesmen, duke vënë në dukje edhe angazhimin e tij të mëparshëm në zonën e Lumit të Vlorës, ku ka ndihmuar në përmirësimin e infrastrukturës, subvencionimin e blegtorisë dhe lehtësimin e kostove për fermerët përmes subvencioneve në naftë. Fakti që unë jam këtu për mandatin tim të tretë do të thotë që kam ditur të vi deri këtu në Xarë me vështirësi të mëdha për 3 vjet pa arrita deri këtu në ato punët e mia. Shikoja blegtorët e zonës time që kishin probleme me subvencionet e blegtorisë. Si takoja ata për ditë, kishin probleme me kullotat, me taksat e kullotave, kishin probleme me veterinerët, me matrikullimin, kishin probleme me subvencionet. E thash, qa mund të bëjmë më mirë unë si një biznesmen që vinë politik nga biznesi, ti ndihmoj këta njerëzit e zonës time që të marrin lekët e subvencioneve. E kisha këtë ndjesin time me blegtorinë edhe ju qepa atyre subvencione dhe brenda 2 vjetësh arrita që 500 blegtor të zonës time të merrnin subvencionet në blegtori. Pastaj filloi subvencionimet në naftë, u mora edhe me subvencionimet e naftës fermerëve dhe fillova të ndihesha mirë si politikan në ekonomi. Kur vajta në 2017 edhe dola që të bëja fushat elektorale në çdo fshat, ishte një shprehje. Deputeti vinë merr votat, pastaj ikën në parlament, mbyll celularin dhe nuk kthehet më në zonë. Premtimi i vetëm që dhash në fushat ishte që telefoni im do rinte hapur dhe unë do kthehesha në zonë për çdo problem dhe shqetësim që ata kishin. Dhe kam 8 vjet që ky telefon im nuk fiket dhe i përgjihet çdo banori të zonës. Nuk është e lehtë. Është shumë e vështirë ta bësh të gjë, por mua më ndihmoi dhe një zyrë që hapa në Vlorë, zyrën që hapin deputetët për fushata dhe i mbyllin pastaj unë e mbajta hapur për 8 vjet. Dhe banorët e zonës shkonin atje, thoshin problemet e tyre çka kishin dhe juristët e mi i u zgjidhin problemin. Kam zgjidhur 4000 probleme në zonë si deputet. Nuk kam lënë asnjë problem të zonës time pa folur në parlament. Duke i theksuar dëshirën për një përfaqësim të denjë në kuvent, Sinaj garantoi banorët e Xarës edhe më gjerë se nëse do t'i japin besimin, do të jetë deputeti që punon krah për krah për hallet dhe shqetësimet e njerëzve.